Ecuria e deri tanishme e punës për rikonstruksionin e rrugës Marin Biçikemi dhe sheshit të bllokut të pallateve në Sarreç të qytetit të Shkodrës vlerësohet pozitive nga drejtuesit e punimeve. Infrastruktura nëntoksore ka përfunduar duke përfshirë rrjetin e kanalizimeve, kolektorët, pusetat, kabllot elektrike për të vijuar me instalimin e sistemit të ndriçimit, ndarjen e bordurave dhe gjelbërimin. Tani po bëhet gati që brenda 2 ditëve të fillohet edhe me shtrimin e pllakave në një sipërfaqe prej 1200 m2. Ky është një projekt nga i cili do të përfitojnë qindra familje dhe biznese, një zonë kjo mjaft e populluar. Ky investim i Bashkisë Shkodër në kuadër të programit për rregullimin e infrastrukturës në qytet është financuar me 9.903.077 lekë të reja dhe ka afat përfundimi 5 muaj. Sipas administratorit të punimeve, me volumin e punës së kryer deri tani janë të gjitha mundësitë që ky projekt të përfundojë plotësisht brenda 2 muajve dhe qytetarët ta shfrytëzojnë këtë hapësirë dhe rrugën normalisht. Gjendja më parshme e infrastrukturës këtu ishte shumë e rëndë, aq sa në ditët me reshje shiu dhe automjetët qarkullonin me vështirësi për shkak të gropave, ujit dhe baltës.